Hakerohet platforma e lojrave Discord, vidhen të dhënat sekrete dhe kartat e kreditit të 70.000 përdoruesve. Discord, një platformë mesazhesh e njohur për lojtarët, thotë se foto zyrtare të identitetit rreth 70.000 përdoruesve potencialisht janë publikuar pas një sulmi kibernetik. Platforma e cila ka më shumë se 200 milion përdorues në gjithë botën, thotë se hakerat kishin synuar një firmë që ndihmoi në verifikimin e moshës së përdoruesve të saj, por vetë platforma Discord nuk u shkel. Njerëzit mund të japin foto identifikimi për të verifikuar moshën e tyre në Discord, një qendër rjeti për lojtarët për të biseduar dhe për të ndarë skedar me të tjerët në komunitetin e lojrave të ndryshme virtuale. Të dhënat e rrjedhura mund të përfshin informacione personale, detaje të pjesme të kartave të kreditit dhe mesazhe që janë shkëmbyer me agjentët e shërbimit ndaj klientit të Discord, thot kompania me seli në San Francisco sipas raportimit të BBC-s. Nuk u zbuluan të dhënat plota të kartës së kreditit, fjalëkalime, mesazhe dhe aktivitete për te bisedave me agjentët e mbështetjes së klientëve të Discord, tha firma. Të gjithë përdoruesit e prekur janë kontaktuar dhe Discord po punon me zbatimin e ligjit për të hetuar çështjen, shtoi ajo. Platforma tha se i ka revokuar afruesit të mbështetjes së klientëve aksesin në sistemin që ishte shënjestër e shkeljes. Discord nuk e përmendi kompaninë e palës së tretë të përfshirë. Një përfaqësues në Zendesk, një ofrues softwaresh për shërbim ndaj klientit për Discord, tha BBC se sistemet e saj nuk ishin komprometuar dhe se shkelja nuk ishte shkaktuar nga një dobësi brenda platformës së saj. Disa komentues online kanë pohuar se shkelja të dhënave ishte më e madhe nga sa ka zbuluar Discord. Një zëdhënës i Discord tha për BBC-n se këto pretendime janë të pasakta dhe pjesa e një përpjekje për të zhvatur pagesën. Zëdhënësi tha se shkelja nuk ishte një sulm racional. Ne nuk do t'i shpërblejmë ata që janë përgjegjës për veprimet e tyre të palishme, shtoi zëdhënësi. Kriminalët kibernetik shpesh synojnë të dhënat personale, të cilat mund të kushtojnë shumë në tregun e zi për t'u përdorur në mashtrime. Informacionet si emrat e plot dhe numrat e zyrtarëve të identifikimit janë veçanërisht të vlefshme sepse ndryshe nga detajet e kartës kreditit, ato zakonisht mbeten të pandryshuara me kalimin e kohës. Discord më parë ka forcuar masat e verifikimit të moshës në përgjigje të shqetësimeve te disa servera në platforma që përpiqeshin dhe përdoreshin për të shpërndarë materiale pornografike dhe ekstremiste.